Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka reaguar duke hedhur poshtë pretendimet se Shqipëria është përjashtuar nga Ministeriali i Energjisë i Bashkimit Evropian. Përmes një deklarate zyrtare, institucioni shpreh shqetësim për dezinformimin dhe lajmet keqdashëse që sipas tij po qarkullojnë lidhur me sektorin energjetik. Çdo pretendim në këtë drejtim është një sajim i pastër mediatik. Diskutimet e zhvilluara së fundmi kanë qenë vetëm në nivelin e Sekretariatit të Energjisë, një strukturë teknike e krijuar posaçërisht për të asistuar vendet jo anëtare dhe për të nxitur zhvillimin e sektorit energjetik në përputhje me standardet e BE-s. Sa i përket masave të diskutuara në mbledhjen e fundit të Sekretariatit të Energjisë, theksohet se ato janë kërkesa të përgjithshme për të gjitha vendet anëtare të traktatit, me afat zbatimi korrikun e vitit 2026. Për Shqipërinë, procesi lidhet vetëm me parafrimin e legjislacionit të energjisë me rregullatorët e BE-s, një procedurë normale dhe tashmë në faza të avancuara. Institucioni hedh poshtë kategorikisht lajmet për ndëshkime apo shkelje që lidhen me tecin e Roskovecit, termocentralet lundruese apo rrjetet e interkoneksionit, duke i cilësuar këto pretendime si manipulim të qëllimshëm dhe pa asnjë bazë faktike. Paraqitja e kësaj procedure si ndëshkim apo përjashtim është manipulim i hapur i fakteve dhe një sulm i qëllimshëm i koordinuar ndaj sektorit energjetik shqiptar. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë paralajmëron se nuk do të tolerojë keqinformimin dhe thekson se do të vijojë reformat në sektorin energjetik në kuadër të procesit të integrimit evropian.